Investimi për vendosjen e kamerave të sigurisë në fshatin turistik të Tushemishtit ka nisur të shfaq problematika serioze, vetëm pak muaj pas përfundimit të punimeve. Një pjesë e pajisjeve janë dëmtuar, ndërsa në terren evidentohen edhe shtylla të thyra apo të amortizuara. Ky investim, i realizuar nga Fondi Shqiptar për Zhvillim, përfundoi në muajin korrik të vitit 2025 dhe parashikonte vendosjen e 58 shtyllave përgjatë një segmenti prej rreth 1.2 kilometrash. Shtyllat janë të pajisura me kamera inteligjente sigurie, ndriçim publik, sistem wireless dhe element muzikor. Megjithatë, vetëm disa muaj pas përfundimit të projektit, në pjesën më të madhe të tyre janë shfaqur dëmtime teknike dhe strukturore. Në disa raste, është konstatuar se janë kryer ndërhyrje riparimi me mjete provizore, çka ngre pikpyetje mbi cilësinë e punimeve dhe qëndrueshmërinë e investimit në kohë.